Spanjolli kaq po japim informacion për momentin. Pa qa Spanjolli ti e the gjithë. Jo. Patëm fitoren e madhe të Alcarazit. Ta fillojmë ndryshe këtere, fillojmë me tenisin. Alcaraz mreti. Një fitore e madhe ati edhe 22 vjeç tjetëri. Ishte për herë të parë finalet e Australia Open, por në herë të parë që. 72 ditë, theu rekordin, ka fituar 4 Grand Slame. Ke çfarë i thua? Jo, sa të themi është numër 1 botës në momentin, ishte hera e parë që shkoi në finalet e Australia Open. Hera e parë që fitoi, por nga ana tjetër keni parasysh në finale u përball me Novak Djokovic, që ishte për tu eliminuar që në çerek finale fare. Në finale Alcarazi tregoi forcën. Shqiptarët e kanë pak dëshirë më të madhe kur mundet Djokovic edhe kushdo i tjetër rival kanë kënaqësi më të madhe. Më se kishte postuar njëri, mundën Serbin, si e ka, megjithëse arritje madhe, por nuk e di sa arritje madhe mund të quhet transferimet e fundit lojtarëve shqiptar, të cilët kanë edhe e ka fjalën pikërisht për më tepër për Aslanin, i cili me fillon nga Interi shkonte Torino dhe tani përfundonte Beşiktashi. Po ta shohësh vijën e tij duket një lloj regresi që shkon në kampionatin turk. Dhe vazhdon duke nisur dhe në mënyrë spektakolare me Beşiktashin, duke u ndëshkuar me karton të kuq. Shikoj, mendoj që ka problem, Aslani do të ketë problem me ligën turke, se aty bëhet i futboll. Aty bëhet luftë bashkë me futbollin. Kush ja këshilloi të shkoj ke liga turke, unë se mora vesh. Ky fillimisht kur bote llaf me nga Interi ishte fjala që nuk do të largohet nga Italia se o do Italinë ora shevdisha. Tani si ka lojtarë shqiptar këtë tipike që thon o do rrit ky kampionat. Armando Broja nuk ikën nga Anglia, di që do i bëj shumë mirë ti nga Anglia, po nuk ikën nga Anglia. Mi tani ose situata ishte skandal fare tek Torino, skandalisht se nuk e fusta dhe do të tikte se s'bën diku tjetër, po iku te Beşiktashi në Turqi. Tani te Beşiktashi në Turqi Muçi nuk bëri dot hajër. E çon Huazim te Trabzonspori. Ky afrohet te Beşiktashi. Shiko, kampionati në mënyrë katastrofë me kampionati turk është kvalitet, nuk është kampionat që futet te kampionatet e këqija. Por kur ti vjen nga Interi, provon veten te Torino dhe ti nuk e gjen veten dhe shkon në kampionatin turk, dhe fillimi aty tregoi që nuk ishte aq e mirë, se ka diçka kampionati italian ka më shumë teknik. Ka pak ndër top 5 ligat, por më shumë nga turku ka patjetër. Aty vetë fizik është. Tani kjo shkuarja në Turqi Aslanit është minus për ne? Shiko, unë mendoj që t'jap mendimin tim, nëse ai do të luajë titullar, se duhet ditur edhe kjo. Do luajë titullar dhe do kapi formën e tij. Ka shkuar Turqia titullar do t'i dai, se po nuk mori titullarin në Turqi, pastaj. Po do përshtatet me lojën në Turqi, se ky fillimi kartoni i parë kuq karrierën e tij dhe ky fillimi i keq nuk i di se shkon. Po mos është plus për kombëtaren ton? Pse? Sepse Aslani ishte titullar për ne edhe kur ishte te Interi që nuk luante as 1 minutë. Pra, Silvini i beson Aslanit edhe kur nuk luante. Ka qenë gjithmonë niveli mirë. Tani mos ke lëvizjen në Turqi, vërtet ul ligën, ul nivelin, po jep minuta në këmbë dhe kjo është plus pasaj për Shqipërinë tonë. Ne jemi në një pikë ku lojtarët nuk po na luajnë shumë për fat keq. Pra kemi probleme edhe te reparti jon me sigurt dhe te mbrojtja kemi patur probleme. Hysa që më shumë si drejt të titullarët të kombëtare nuk po luan. Kemi Miten që ka patur probleme me ekipin e tij dhe ai nuk ka luajtur shumë të ndeshjet e fundit pas ka së kthyer. Na u dëmtu prap Ismaili. Po lehtë po ndoshta është plus për që iku te Turqia. Për Aslanin plus për Shqipërinë. Shiko, me kombëtarën ka luajtur gjithmonë mirë dhe më duket pak një lloj Arlinda Jeti, që me klube mund të jetë keq, por kur vjen te kombëtarë është gjithmonë niveli mirë. Po pra duket si plus për Shqipërinë se do marrë minuta në këmbë. Pra praktikisht nuk ka ndryshim nga Interi që nuk lunte me Turqinë që do luaj, vetëm minutat në këmbë ndryshojnë. Unë dua ditë ku është problemi i lojtarëve shqiptarë që fillojnë me ekipe të mira, pra po të marr Mana ka qenë edhe tek Interi, pra ka provuar vetë edhe tek Interi. Por tani ka përfunduar prapë në Turqi me transferimin e fundit. Në ligën e parë Turqi. Broja nga Chelsea shkon te Burnley. Aslani nga Interi shkon në Turqi dhe shumë shembuj të tjerë që mund t'i marr. Si e kanë Shkodranat të shprehën? Ty vetë janë qef? A është kjo thu? Po ajo është më burr. Ajo është as më nuk mendon për shembull që lojtarët shqiptar duhet ta fillojnë me ca ekipe më të vogla që shkojnë për shembull siç ishte Broja te Southampton. Po e nisëm gjithë ekipi punon për Brojën dhe është lojtari kryesor të ai ekip. Po kur shkon te Chelsea dhe ke rival 2-3 lojtarë të tjerë të një niveli më të mirë nga ti, nuk je më ylli ekipi. Po e nisëm ky Aslani para Interit me kë luante me Lecce, me kë luante? Me Empolin. Me Empolin pra, para ekipi vogël e ka nisë Aslani. Ekipi vogël, po kur shkon te ekipi i madh, ndoshta do të kishte bërë një hap tjetër. Pra nga Empolite Interi. Pa dashën bëhet Aslani, se nuk është se më intereson më të Aslani dhe asnjë, por e Interi kishte Çalhanoğlu kundërshtar. Patjetër pra. Po këtë realitet. Që ke rival më të fortë nga vetja, edhe nuk e gjen veten. Nga Interi te Atalanta mund të ishte titullar për shkak. Nga Empoli te Atalanta. Po edhe ke Torino logjikisht do të ishte titullar ai më dha. Sa nuk shkoi. Po pse për shembull unë t'jap dy shembuj nga futbollistët
shqiptarë në Kosovë, të cilët vetëdatmëri që vjen në kampionatin shqiptar me hapa, shkon bëhet lojtar i rëndësishëm në La Liga. Ke Amir Ramani që vjen nga Partizani, shkon bëhet lider tek Napoli. Të njëjtën rrugtim kanë karrierën e tyre. Ndërkohë kombëtarja ka play-offin shumë të rëndësishëm, i cili po afron, janë më pak në 2 muaj kanë mbetur me rend kalendari. Ti e di mendimin tim. Çka ka? Që ti e di mendimin deri play-off. Shumë mendoj që do kualifikohet, unë mendoj që do kualifikohet. Unë jam si do të jetë gjendje, mendoj që do bëjmë një paraqitje të mirë të paktën. Fakti që jemi deri këtu. Paraqitje të mirë, ti do muhabet, po e kemi komentuar në këtë, më fal tani se po dalçi shumë mos më urre. Këtë rinovimin e Silvinjos, Me kushtin e veçantë. Kushti ishte kualifikimin botror. Praktikisht i bie që Silvinjo e mbylli me Shqipërinë, unë mendoj që ne po lëni së rrafën dot. Unë mendoj që i kemi mundësi tona, por mendoj që ky lloj kushti kontratë është më shumë për ta vënë një lloj presioni të mirë. Pra për ta bërë që unë besoj më të mirë në vetë taktikat. Unë besoj që ndeshja me Polonin, nëse ne humbasim është e fundit e Silvinjos me kombëtarin tonë. Kontrata nuk e thua ti. Por unë po them që nëse unë uroj që të kualifikohemi e para, por dhe nëse nuk kualifikohemi, nuk mendoj që Silvinjo do shkarkohet më njëherë. Pa çka se është pika do gjeni gjuhë për bashkët prapë. Siç e gjeti me Debiazin kur dha shkarkimin atëherë dhe prapë vazhdoi. Unë mendoj që Silvinjo e mbyll. Besoj që i kushton shumë kombëtares. Merr 1 milion euro sa merr në sezon, 1 milion euro. Për shembull që Debiazi dha dorëheqjen dhe u rikthye prapë te kombëtarja për shkak se e bindet të vazhdojë me kombëtaren. Dakor, po ky Silvinjo ka më shumë probleme me kombëtaren ton. Shumë nuk e duan për lojën që bën. Shumë tifozët thua ti. Shumë sulmojnë, po marr përgjithsisht. Shumë sulmojnë që nuk është se ka një lojë të mirë Silvinjo, por thonë që thjesht ka lojtar më të mirë të mundshëm që ka pas kombëtari historia kombëtares ton. Pra, ka dhe disa problematika me Silvinjo, që mendojnë që nuk është atër mbetet me lojtarë që nuk i fton. Pra ndoshta një jo kualifikim botror mendoj që e mbyll Silvinjo me ne. Ndërkohë kombëtarja ka edhe pjesën e vet që ndoshta play-offi po jo, por kemi dhe ligën e kombeve këtë vit. Dhe në datë 12, po ç'kemi që janë në ligën e kombeve. Intereson fare besoj. Është një hap që ta afron më shumë me Euro 2028. Nëse del mirë aty del vendin e parë. Në ligën C më Floro. Po vendi i parë do afron dietë mundsi. Vendi i parë do afron dietë mundsi. Nuk është se nuk duhet ta shkojnë luftë, çështja është turp nëse s'dalin parët. Thuje troç, mos më ruaj mua kornizat e etikës. Është turp po dolën parë. Jemi në vazën e parë. Ky është lajmi i mirë. Po, dhe kush janë vazat e tjera, kush mund ta bine pak a shumë? Çfarë ekipet do kemi kundërshtar? Jo, vaza 2 dhe 3 që na bine. Okej. Kundërshtar të mundshëm. Filan, Slovaki, Bullgari, Armeni. Gjitha ekipet lehta. Bielorusi, Ishuet Faroe, Çipër dhe Estonia në vazën e tretë. Dhe vazën e katërt, 2 ekipe ndahen nga play-offi, i cili është Gibraltari, Letonia dhe Luksemburg Malt, dhe Moldavia dhe San Marino. Jeni në rregull që nëse ne, jo vetëm që nuk dalin parë, po dhe nëse nuk kemi vetëm fitore në këtë grup është dështim, unë mendoj që po. Hipotetike një grup unë po të them do jetë Armeni, Çipër dhe Moldavi. Nëse ti nuk ke këtu 3 neshje, 6 neshje, 6 fitore, është turpi zotit. Golavaraj. është turpë nëse s'ke 6 fitore. Që me këto ekipe vojnë pak më shumë. Po problemi atyre që s'bresin fushë, ta shtrëngojnë mirë me nderen që të shturp mos kesh fitore me ata. Në futbollin anglez nuk kemi komentuar shumë dhe kemi patur kritika, për çfarë nuk kemi komentuar shumë anglisht, se është kampionati më i fortë në botë. Foli për vete, unë fillim sezonit e kam thënë Arsenali kampion, ti ke përmentar se